Një listë prej 11 emrash të komunistëve që udhëhoqën diktaturën është nxjerrë nga arkivat sekrete britanike. Gjithçka lidhet me të shkuarën e tyre kriminale, derisa morën pushtetin më 1945. Dokumentet e arkivit britanik befasojnë me biografinë e detajuar mbi studimet, veprimtarinë, karrierën e udhëheqësve shqiptar të pasluftës. Në krye të kësaj liste janë emrat Enver Hoxha, Myslim Peza, Babafaja Martaneshi, Bedri Spahiu, Kosta Boshnjaku, Omer Nishani, Mehmet Shehu, Sejfulla Malëshova dhe Manol Konomi. Dokumentet britanike nuk kursejnë asgjë nga biografia e tyre, ndërsa faktet e panjohura për publikun shqiptar rrafejnë arsyet pse diktatura u zhdarrua në një model të krimeve. Për Enver Hoxhën, dokumenti shkruan se ai u përpoq të mbaronte studimet e larta në Belgjik, por, ndërsa nuk dha provimet për 3 vjet me radhë, Ministria e Arsimit i preu bursën e. Si rrjedhoi, ai filloi të merrej me propagandën komuniste, veçanërisht në vitin 1939 dhe 1940. Hoxha, sipas tyre, u përfshi në bllokun anti-italian vetëm pasi Rusia u përfshi në luftë. Kjo sjellje, nga ana e tij ndaj demokracive perëndimore, ishte identike me qëndrimin e eksponentëve të tjerë komunist, si Koço Tashko, Konstantin Boshnjaku e tjerë. Propaganda anti-britanike dhe anti-amerikane, ndër qarqet komuniste, nuk e shfaqnin hapur armiqësinë e tyre ndaj demokracive perëndimore, ndërsa të rinjt e shfaqnin hapur qëndrimin e tyre të palëkundur ndaj Britanisë së Madhe dhe Shteteve të Bashkuara. Nuk donte shumë mend të shihje se Enver Hoxha ishte një komunist i klasit të parë, i ushqyer siç duhet me teorinë marksiste-leniniste. Këto dëshmi janë shkruar në kohë reale, me ngjarjet e fundluftës për ata që ishin në pushtet atë moment në Shqipëri. Në këtë duhet marrë parasysh që shpesh përdoret termi sot. Në atë kohë, sipas vëzhgimit të treguar në dokumente, thuhet se në Shqipëri ekzistonin grupe të ndryshme komuniste, të cilat ishin në kontradikt me njëra tjetrën dhe si rrjedhoi ishin të shpërqendruara, ndërsa Enveri këmbëngulte në bashkimin e tyre për të formuar Partinë Komuniste Shqiptare. Një tjetër eksponent me rëndësi, të arkivuar nga britanikët, ishte dhe Babafaja Martaneshi. I lindur në vitin 1900 në fshatin Luz të Kavajas, ka qenë shërbëtor në Teqen e Elbasanit, ku u bë bektashi dhe më vonë u bë dervish. Për këtë profil, komentohet se ishte mjaft me fat që u bë baba i Teqes së Martaneshit, ku u rekrutua në komunizëm nga Mustafa Gjinishi pas pushtimit italian të Shqipërisë. Në dokumente, shënohet se ndonse Babafaja Martaneshi nuk ishte përgjegjës për ndonjë krim të veçantë, është përgjegjës për të gjitha vrasjet dhe veprimet kriminale të kryera në rajonin e tij, nga ndjekësit e tij dhe në emër të tij. Dëshmohet një rast nga britanikët, se djegja e Teqes së Martaneshit dhe fshatit nuk i bëri përshtypje Babafajas, megjithse ishte shkaku i drejtpërtrejtë i atij shkatërrimi. Mëtej, këto dokumente flasin për karakterin dhe bëmat e tjera të tij. Një tjetër emër, mjaft popullor dhe një njeri i rëndësishëm në Partisë Komuniste, shënohet Bedri Spahiu, i cili u lind në Gjirokastër në vitin 1909 dhe i cili i përfundoi studimet e tij në Shkollën Ushtarake të Tiranës. Ka shërbyer në ushtrinë shqiptare si toger i dytë. Në vitin 1936 u përjashtua nga shkolla si komunist. Në vitin 1939 u bë fashist i orëve të para, duke qenë nga të parët që veshi këmishën e zezë dhe emblemën fashiste. Italianët i dhanë një punë si punëtor në Agjencinë e Transportit Automobilistik të Gjirokastrës. Më vonë u bë oficer në milici, që ishte një lloj xhandarmërie që ishte bashkangjitur Partisë Fashiste, ku ai ishte shumë aktiv në rekrutimin e antarëve për atë strukturë. Në vitin 1943, duke parë se fashizmit po i vinte fundi, ai u bë sërish komunist dhe doli në mal. Në fakt, edhe të tjerët që më vonë u rreshtuan në qeverinë e Hoxhës e urdhëruan krimet, kanë pasur të njëjtën taktik sjellje politike, duke ndryshuar sipas interesave frontet.
Britanikët thonë se Spahiu u bë i njohur për krimet që kreu ndaj kundërshtarëve të tij. Pak i njohur, por që letrat britanike e rendisin në emrat që ka një histori të gjatë me përqafimin e komunizmit, është Kosta Boshnjaku, një nga eksponentët e Partisë Komuniste dhe për momentin drejtori i Bankës së Shtetit. Kuptojmë për momentin pasi këto dëshmi janë shkruar më 1945 sapo u vendos pushteti. Thuhet se Boshnjaku e ka vizituar Rusin përpara vitit 1914. Pas revolucionit komunist në Rusi, ai u kthye atje për të bërë antar i regjistruar i Partisë Komuniste. Në vitin 1921 kthehet në Shqipëri, por një vit më vonë së bashku me Omer Nishanin shkon në Moskë për një mision misterioz. Ende konsiderohet mister nga arkivat sekrete britanike se si Boshnjaku ja doli të caktohet ambasador fuqiplot në Sofje, ku shkoi së bashku me agentin rus. Gjithsesi, lëvizjet e tij vëzhgoheshin nga afër nga agentët e shërbimit britanik të inteligjencës, thuhet në letra. Omer Nishani, i lindur në Gjirokastër në vitin 1885, nuk pati kohë të përfundonte studimet e tij për mjeksi në Konstantinopoj, për shkak të luftrave ballkanike, shkruajnë dokumentet për këtë personazh. Në biografinë e tij shënohet se në vitin 1922 shkoi në Moskë i udhëhequr nga shoku i tij, Kosta Boshnjaku. Atje kërkuan nga Kominterni para dhe ndihma të tjera për të krijuar një organizat komuniste në Shqipëri. U kthye në Shqipëri të shoqëruar nga një agent i Kominternit, i cili ishte përgjegjës për lëvizjen komuniste në Ballkan. Sigurisht që më mizori në këtë listë dhe me një të shkuar kriminale, arkivat britanike e paraqesin Mehmet Shehu. I lindur në fshatin Corush të Mallakastrës, ai është i biri i Ismail Shehut dhe i nipi i Sheh Aliut, që njihen si dy eksponent të rëndësishëm të rebelimit të viteve 1914-1915 të udhëhequr nga Haxhi Qamili kundër qeverisë shqiptare të asaj kohe. Sheh Aliu, që në vetvete ishte një krijesë e egër dhe e paskrupullt, ka vrarë Hajredin Fratarin dhe Ismail Klosin, që ishin nacionalistët e njohur të provincës së Mallakastrës. Mehmet Shehu la përgjysëm shkollën e tij ushtarake dhe shkoi në Spanjë së bashku me shokun e tij, Hulusi Spahiun. Atje u bën pjesë e ushtrinë komuniste spanjolle. Dokumentet britanike shkruajnë se u stërvitën në kryerjen e torturave dhe vrasjeve. Emër që nuk arriti të potencionte pushtetin në diktaturë pavarësisht një komunist idealist, Sejfullah Malëshova, renditet në listën e zezë të britanikëve. I lindur në Malëshov të Përmetit në vitin 1889, ka ndjekur leksionet e universitetit në Rom me bursë italiane, por nuk i përfundoi studimet e tij. Kur Tfan Noli u bë president i qeverisë revolucionare në vitin 1924, Sejfullah Malëshova u caktua sekretari përgjithshëm i kryeministrit. Kjo qeveri revolucionare ishte një nga të parat që pati lidhje diplomatike me Rusinë Sovjetike, madje më parë se Britania e Madhe, Franca dhe shtetet ballkanike. Emri më popullor, Müslüm Peza, u lindur në Pez, zonë në Shqipërinë e Mesme, është një fshatar i thjesht dhe analfabet, aqsa edhe sot ai në vend të firmës vendos gishtin. Kur ka qenë i ri, ka kryer disa krime ordinere në fshatin e tij. Dokumentet britanike shkruajnë se më vonë, në vitin 1927, Peza ka vrarë Osman Balin dhe si rrjedhoi u detyroi të largohej nga Shqipëria. Ai u dënua me vdekje nga gjykata e Tiranës, kur ishte në Jugosllavi e ku strehohej nga familja e njohur Lleshi. Pas pushtimit italian të Shqipërisë, kthehet dhe në vitin 1940 vret në Pogradec ish prefektin e Dibrës, Neki Starovën.
Si që shihet, krimet e këtij udhëheqësi komunist vazhdojnë dhe mëtej. Kjo është hera e parë që nga arkivat britanike, historia lexohet në dëshmi dhe të shkuarën, për të perceptuar ndoshta edhe sot situatën politike.